Të paktën 10 skiatorë rezultojnë të zhdukur pasi një ortek i madh goditi zonën malore pranë majës Castle Peak në rajonin Tahoe, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas autoriteteve lokale, grupi përbëhet nga 16 persona, 4 udhërrëfyes profesionistë dhe 12 turistë, që është prej tyre janë nxjerrë të gjallë nga dëbora dhe po marrin trajtim të specializuar mjekësor, ndërsa për 10 të tjerë kërkimet vazhdojnë. Departamenti i Emergjencave në qarkun e Nevadës bëri të ditur se 46 efektiv të shpëtimit janë angazhuar në terren, po përballen me vështirësi serioze për shkak të motit të keq dhe rrezikut të vazhdueshëm të ortekëve. Zona po godet një nga studitë e forta bore që kanë mbuluar vargmalin Sierra Nevada. Me disa metra dëbor, ekspertët e qendrave të orteqeve në Sierra paralajmëron rrezik të lartë ortekësh në zonat malore, të paktën deri në orët e para të mëngjesit. Ndërkohë, shërbimi kombëtar i motit njoftoi se në lartësinë mbi 1000 metra mund të bien deri në 2.4 metra bor gjatë 48 orëve të ardhshme, të shoqëruara me erëra që arrin deri në 90 km/h, duke e bërë situatën dhe më të rrezikshme për ekipet e shpëtimit. Autoritetet e bëjnë thirrje qytetarëve dhe turistëve të shmangin zonat malore deri në përmirësimin e kushteve atmosferike.